Vendosja si subjekt politik gjithmonë e kemi thënë atë që edhe lista e saj është gjithmonë anti-UÇK, anti-vlerave më sublime të vendit. Kur jemi tek listat, Azdren, sepse ju keni dëshirë me folë pak ma shumë edhe me emrat përveçëm kështu, të pak të në diskutimet tona në delte e të kështu, cilin nga emrat në listë ose cilin nga lëvizit brenda listave do të aveqoje për mirë apo për keq? Por me ju bashku e fillimisht para forcëve krëm, edhe kërkoj ndjes që s'jam aty fizikisht e kom pa mundur sot. Fajtona që partit e kemi pa në që kam përfiluar listat, menimin tem janë munduar me maksimalizuar votën, mënyrë që asë një votë mos më ikë. Pra ka fut kandidat, ku edhe një votë është e rëndësishme. Kur t'i prahu e pa ndje atë replikisuma në listë të vendosjes, a i po donë gjithdo vot, një që me ka për levizë gjithdo gugur, me vlerë gjithdo vot, një që me ka luë mundësisht atë 42% që ka pasë me nëmë shkurt, e që të doli me qenë rezultat i pamjaftueshëm për qeverinë. Por unë e pajtona me Argentin, për mund lista ma e mirë, dhe i tash ka qenë e PDK-s, falni e AK-s, ndërko, po ashtu LDK-ja dhe PDK-ja e kam pas një listë po ashtu të mirë, pra me atë përfilim të listës, si pas asaj renditje që e kanë bo, LDK-ja ka heq një akusë dhe e ka rekuperuar një fraksion që e ka pas në nëmë shkurtit. Fakti që nuk kandiduat të t'i qeke aty, dhe regon që aty o bo një kompromis i matë. Gjumiri ka reflektuar mbi kritikën që po e drejton partinë me një grupë vogël të njerëzve që më beson, duke e hapë listën edhe për atë strukturë të vjetër. Pra kur e pa shtresh Hikmet Bajramin edhe do vëlletëshë në lavotin, mu më gëzoj kjo fakt, edhe që kjo një dërkeja që ishtë dashë me komple fillimin, atë që përformon. Tu e përgëzoj Lumirin, e përgëzoj për reflektimin, edhe e ka bashku partinë, kur e ka pasur replika e një farë fraksioni gëgjat madhë nga nën shkurtin. Njetë ka vepru PDK-ja, akuza që është parti regionale, me listën e djeshme u pa që Zoti Hamza e ka ndërtuar një strukturë këtë tjetër, e ka bon një rendit e këtë tjetër, unë nuk i kemi më fare në të bëlleqë, ose një nga ata është në të bëlleqë i nga Ana Drenica, dhe kjo është mirë, pra kanë reflektuar bukur mirë mbi do kritika e cila i ka u vota. Ta shpres me pas rezultat pak më të mirë se sa me nën shkurt, edhe PDK-ja edhe LDK-ja. Kërë pa tjetër pejtona me Argentin që pas listë fantastike dhe më thonë, generalin Agim Qeku, pastaj kemi aty Burim Ramazani, një ekspert, një vullnetar, për ma te për kontribue për kundër propagandës e ruso-serbe në Kosovë, edhe kus ka qenë pjesë AKI-s, si AKI ka pas performancë shumë të mirë, Burimi janë një djali përgatitur edhe për mu e përsiklon listën. Gjithashtu, në të listën e AKS, pavarësisht mos bejtime të mija që i kumë pas, më pëlqen fakti që është Dardan Krasniqi, edhe ku ka qenë aktivistit të vendosjes, sa e kumë pas debatën me Dardanin, unë personalisht, Dardani ka qenë goxha autokritike dhe ka pranua atë kohë gabimet e vendosjes. Pra, nëse dikush menon se Dardan Krasniqi tash që ka dalë në AK, po e shanë dhe jo. Dardan Krasniqi është vetëm një aktivist, dhe kur ka qenë pushtet në fillim, Albin Kurthi ka pas kritik në qeverisë. Edhe ka mbret, normal, ka besuar që është e drejtë. Pra, në përgjithësi, listat e PDK-s, LDK-s dhe AK-s, kënë fantastike të mira dhe më pëlqyën, edhe në vendosje, ka ma pak njerës që për unë i vlerësoj, por mua aty e kësha veqo veç Arlian Gola, backgroundi i ti intelektual dhe shkencor është jashtëzakonshëm, Gola më i miri aty, nuk diskutohet, larg tjerëve pret, por me gjithë ato me një lullë nuk qëtë pranvera. Menoj që nëse kish pas ma shumë njerë si Gola, i shkon ma mirë edhe për qytetarën e për vendosjen. Po s'kemi pa, të vëllaqja vendosjes për mua është njeta, e kemi një shkelës kushtetutos, ligjerisht shkelës e kushtetutos, Avni Deharin, e kemi një prokuroratin i cili ka qujtë mercenar ushtarë të luftës, pastaj aty është Mimoza Kusari që koordinohet me ato i qiqin. Pra, lista edhe që ja parë është për mu listë skandalozë dhe e vendosjes. E kemi basën e listës Albin Kurthin, i cili i sfidon prokurorin tonë duke mos ju përgjigjë asë një tese për u intervistuar si të qytetarë. Pra, në këtë zgjedhje, qytetari është mirë me ditë me vodallimin, kush ka qenë ma serios raport me ofertën për qytetarë e kush kjo. Në këtë pikë ma serios dalin tri partitë që përmenda. PDK, LDK dhe AK. Me një ardian gol nuk bondë gara. E qartë, zëtëri Zëshiri, tani më ju para vetës, besoj që i keni edhe listat e top 10 emrave. Saj përket rënditjes se si e kam bërë, cila listë realisht në këndvështrimin tënë personal ta mush synin ma shumë. Të pak të nëse i këshyrim prej 1 deri në 10, për arsye se nuk besoj se edhe shumë prej qytetarëve kam i lexuar 110 emra për me votu, në qoftë se ata veç nuk i kanë numrat atyre ose emrat paraprakisht.
Po, une, si pas mendimit tim, natyrisht, unë mendoj se top 10-qa e ish partive opozitare, edhe AK-s, edhe PDK-s, edhe LDK-s, përmban emra kvalitativ. Ato që e thanë edhe bashkë bisedus të juj, partit janë mundu që të fusin prurjet e rera që i kanë bo në momentet e fundit. Unë besoj që ka jashtëzakonisht figura interesante edhe tek PDK, edhe tek LDK, edhe tek Aleanca që kanë prurjet e reja. Mendoj se kjo do t'i ndihmoj rritjes së votës së ish opozitës. Kur jemi te partia më e madhe, shohim që është një ripërsëritje e njerëzve të cilët tani më i kemi pa në krye të kësaj partie që sa vite, kështu që nuk ka ndonjë risi atje. Mirë po, është shihet një mobilizim i qartë që partitë e ish opozitës janë duke mundu me ba. Natyrisht ka pak natësi, mirë po kjo është gati se normale në një situatë të tillë. Aja çka vlen se sektoret, ndoshta më shumë se sa listat, është fryma e përgjithshme tek popullata, është lodhja që popullata e ka pas gjatë vitit të fundit me mos konstituimin e institucioneve të Republikës Kosovës, ose refuzimin e konstituimit të institucioneve të Republikës Kosovës, e cila do të ketë ndikimin më të madh tek rezultati zgjedhor. Po. Kështu që kjo është, unë mendoj, që do të bën dallimin në zgjedhjet e ardhshme. Një prej emrave ekran, cilët për mu personalisht ka qenë befasi që e kam pa në listën e vetëvendosjes, ka qenë Andin Hoti. Ishte deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, djali i Ukshin Hotit. Po, djali i Ukshin Hotit. Unë përbesë edhe më herët... Në listat e vetëvendosjes paraprakisht ka qenë edhe Erleta Hoti, motra Andin Hotit. Po, fiks, po, që Andini ka qenë bartës, një farë bartësi i ideologjisë si frymës babait të tij, dhe ka qenë gjithashtu edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës. Ndonse ne jetojmë në një demokraci, në një vend lirë, ku ai ka të drejtë të vendos për fatin e tij edhe për vendin edhe për të tjerat, por konsideroj që zoti Andin Hoti do para se të hynte në listën e lëvizjes vetëvendosje, do duhet të shinte veprimet që i ka bërë vetë lëvizja vetëvendosje në raport me Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës, në raport me Gjykatën Speciale, në raport me veteranët e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, në raport me të pagjeturit, ku ai ka qenë edhe kryesuesi i komisionit për të pagjeturit. Besoj që Andini e ka vlerësuar gabimisht këtë gjë, pra edhe është gabim, ka bë gabim që ka hyrë në listën e vetëvendosjes. Sepse është që ne i dimi deklaratat e Kurtit edhe të mëhershme që nuk do të ketë negociata, nuk do të ketë takime, nuk do të ketë marrëveshje pa u kthyer të gjithë të pagjeturit, e ne e dim që ende fati i Ukshin Hotit ende është i paditur për qytetarët. Prandaj konsideroj që Andin Hoti me këtë veprim ka gabuar që ka shkuar në listën e partisë e lëvizjes vetëvendosje. Ka një logjik për shembull të këta emrat Gaxheri, jo rastisht e ceku zotëri Softolli figurën e Agenveliut, por ka edhe disa figura tjera të cilat sikur po mbesin jashtë listave. Për shembull, ajo që po më intereson me ditë me Gaxherin bisedoj zotëri Softolli pak, e kena përcjell situatën nga tereni, prandaj më intereson me ditë prej tij këtë çështje pikërisht. A vlen 20.000 vota edhe brenda PDK-s zotëri Limaj, sikurse jashtë PDK-s, mendoni se do të merrte më shumë vota, do ta forconte PDK-n në qoftë se shkon me PDK-n, sepse realisht në këtë moment